Problemi më i madh, Bjorn, nuk është se s'po futen ose s'po ndërtojnë ose s'po investojnë. Halli është se shumë kapacitetin që po fusin për rinovueshme tani nuk po shkojnë që të zëvendësoj karburantet fosile, të zëvendësojnë naftën e qymyrin, po përshkojnë që të ndërtojnë sistemet energjisë të reja. Për shembull, qendrat e të dhënave, data centers, si quajnë neve në anglisht. Shumë nga këto qendra të dhënave tani e marrin energjinë, elektricitetin nga sistemet e rinovueshme. Edhe, domethënë, ky është një sistem tjetër energjetik që neve po fusim në ekonomi, po pastaj shumë gjëra tjera po vazhdojmë edhe të dijim karburantet. T'jap një shembull tjetër, Arabia Saudite. Arabia Saudite tani po ndërton shumë nga këto ka ca marrëveshje me administratën këtu në Washington me Trumpin, po ndërton shumë data centers, por edhe po ndërton rinovueshmet që ti fuqizoj këto data centers, po pastaj naftën po e shes në marketet globale. Kjo nuk është gjë e mirë, domethënë, se duhet mendosh për si ta bësh të tranzicion, jo që të vetëm të shtosh, po që të heqësh edhe karburantet.